Të nderuar shikues të Radio Televizionit Iliria, mirëmbrëma. Mirë se po takohemi në emisionin e radhës në Mjekësia dhe ti. Siç e dim, muaji tetor shënon edhe muajin e luftës kundër kancerit të xhirit, muaji i ndërgjegjësimit, andaj shumë kampanja, shumë organizime bëhen në favor të asaj për vetësimin e mbarë qytetarëve në nivel vendi dhe bote. Muaji i kancerit në këtë rast edhe në Kosovë organizohet me kampanjat të cilat organizohen qoftë nga Ministria e Shëndetësisë, institucionet të nivelit primar, sekondar dhe terciar. Andaj sot të nderuar shikues të ftuar kemi doktoreshën Shkëndije Nuza, specialiste radiologjisë dhe njëkohësisht drejtoresh në klinikën e radiologjisë në QKUK. Mirë se vjen doktoresh. Mirë se gjej. Faleminderit shumë. Nderë kemi juve. Doktoresh, ky muaj që po hym, do thot në fakt që hym muaji tetor është edhe një simbolik në veti, pasi që e shpreh atë ndjenjen e keqardhjes për ata të cilët janë të prekur nga sëmundja e kancerit të xhirit. Çka më konkretisht simbolizon muaji i kancerit të xhirit në aspektin radiologjik? Muaji tetor është lufta kur për herë të parë filloi periudha që ndërgjegjësimit të femrave lidhur me sëmundjen e kancerit të xhirit. Për këtë është quajtur edhe pink ribbon që quhen apo fjongu me ngjyrë pinku, i cili vendoset dhe i dedikohet ngjyra pink luftës kundër kancerit të xhirit. Qëllimi i muajit tetor është kryesisht që të bëhet, domethënë, të rritet vetdia e popullatës. Për arsye se unë mendoj gjithmonë është edhe kena diskutuar shumë herë për arsye se nuk duhet të jetë një muaj ndërgjegjësimi luftës kundër kancerit të xhirit, por duhet të jetë 12 muaj luftës kancerit të xhirit. Ajo që bëhet përmes mediave dhe vazhdimisht duhet të bëhet është se mediat janë e luajnë një rol shumë kyç për arsye se e japin shumë i sfidojnë popullatën, i rrisin vetdijen, i ngacmojnë dhe për këtë arsye dhe rritet jashtëzakonisht numri i kërkesave për ekzaminime diagnostike, duke filluar nga mamografia, ultrazani e pastaj procedurat tjera që dalin nga këto dy procedura. Meqense përmendet kalim, atëherë a mund të më na tregu pak a shumë cilat janë metodat radiologjike që përdoren për zbulimin e hershëm të kancerit të xhirit? Metodat e diagnostikimit të kancerit të xhirit varen nga mosha. Më thonë se mënyrën se si do të fillojmë. A do të fillojmë me mamografi, gjithmonë do të kem parasysh moshën mbi 40 vjeçare. Bëhet mamografia në mosha më të reja? Po bëhet mamografia. Por mamografia bëhet vetëm pasi kemi ekzaminu me ultrazan dhe kemi vrejtë se ka një ndryshim të dyshim dhe pastaj vendoset, ato të bëhet vendoset për mamografi, do më thonë si metodë plotësuese e ultrazanit, mënyrë që të arrim të një diagnozë sa më saktë. Metodat tjera diagnostike janë, do më thonë përveç mamografisë dhe ultrazanit të cilat e plotësojnë njëra tjetrën, qoftë nën moshën 40, qoftë mbi moshën 40 vjeçare, është edhe rezonanca agjive, të cilën posedojnë edhe qendra klinike universitare, dhe për cilat qoftë si për mamografi, ashtu dhe për rezonancë xhirit nuk kemi lista të pritjes. Pastaj është biopsia, të cilën bëhet në klinikë, po ashtu në klinikën e radiologjisë, dhe është një metodë tjetër plotësuese që bëhet, domethënë, të lezionet të cilat nuk janë të qashme për biopsi me gjilpon, siç bëhet core needle biopsy, por janë vetëm kalcifikate të cilat janë patologjike në mamografi, ato derisa nuk është kriju, domethënë ekziston kalcifikati, por nuk është masa e krijuar ende në xhi, atëherë është needle localization apo lokalizimi i metelit, i cili bëhet markon radiologu dhe e ekstirpon të anësisë kirurgo-torakal. Domethënë kur ekstirpohet, pastaj me mamografi verifikohet a janë heq të gjitha kalcifikatet apo jo dhe çohet për analizë histopatologjike. Domethënë gjithmonë duhet të kemi parasysh me radhë sipas moshës të zbatohet kriteri moshë. Nëse një femër, qëllimi jonë si radiolog, edhe me shfrytëzu periudhën e ndërgjegjësimit luftës kundër kancerit është që një femër nuk duhet të presë të ketë ankesa nga ana e gjive, por gjithmonë për këtë arsye quhet edhe screening, domethënë ekzaminimi i femrës në periudhën në të cilën ende nuk ka shfaq asnjë simptom dhe nuk ka asnjë ankesë, por pa asnjë ankesë dhe shkon për herë të parë me bë ekzaminimin me mamografi. Jo përmendet edhe moshën që në fakt është si e preferuar mosha 40-45 vjeçare, por që nuk përjashtohen në moshat e reja. A e bën kjo që është rrit risku që po preken edhe moshat e reja nër këtë më të reja se sa mosha që përmendet apo? Kemi mosha dhe të reja. Por nëse analizojmë në aspektin statistikor, ende jemi të sigur mbar botën 45-55 është piku më i lartë i shfaqjes karcinomës xhirit. Do të thonë në bazë të numrit përgjithshëm, por që ka mosha të reja kohë të fundit kemi mosha të reja që janë mosha më e re që unë në periudhën tem sa punoj si radiolog ka qenë e para ka qenë 19 vjeçare.
me një anamnezë jashtëzakonisht fort pozitive në familje, kur gjithë zinxhiri anës nënës ka qenë i përfshirë me kancer gjirit, dhe vitin e fundit, këtë veti kemi ku para 6 muajve ke moshën 28 vjeçare që ka ardhur në stadin jashtëzakonisht avancuar, kur vetë tumori ka dalë jashtë komplet strukturës indi lëkurore të gjirit dhe është bërë, domethënë, i pa operueshëm dhe ka shku me njëherë pas biopsisë dhe verifikimit histopatologjik ka shku në trajtim me kemoterapi apo terapi neoadjuvante dhe tash tutje është duke vazhdu trajtimi i saj me neoadjuvant. Të shohim se si do të shkon procedura për arsye se stadi është jashtëzakonisht i avancuar. Pse bëhet mamografia dhe në moshë më të re është edhe periudha, domethënë në një familje që kanë anamnezë pozitive familjare. Sipas dhënave statistikore botërore që bëjmë, gjithmonë preferohet që nëse dikush në familje, qoftë nanën, për shembull, të marrim shembullin më konkret, është në moshën 50 vjeçare është diagnostikuar me kancer gjit apo në 40 vjeçare më mirë, fëmia saj, vajza saj preferohet që mamografinë e parë ta bëjnë spaku 5 vite më herët se sa mosha e nanës në cilën është diagnostikuar me kancer gjit. Se zinxhiri i parë i trashëgimisë, domethënë shkon nana, motra, tezja, vajza tezës. E përmendet mamografin edhe mundësia e zbulimit të hershëm. Përmes mamografit a mund zbulohet një tumor që mund të jetë i llojit malign ose benin, apo vetëm si mas? Përmes mamografisë, qëllimi i mamografisë, domethënë mamografia identifikon tumorët malign, edhe tumorët malign edhe beninje. Por mamografia është qëllimi i saj dhe pse bëhet mamografia, që bota e quajnë edhe golden standard, ende që është ka mbetë edhe përkundër përpjekjeve të vazhdueshme që të zëvendësohet me një metodë tjetër diagnostike, por ende nuk kanë arritur të gjejnë një metodë diagnostike të përshtatshme e cila do ta zëvendësonte mamografinë, për arsye se mamografia identifikon kalcifikatet patologjike, të cilat kanë një shtrije të caktuar në indin e gjirit, zakonisht përmes duktuse apo mes lobuleve të indit të gjirit, dhe pastaj këto vërtetohet në bazë tyre derisa ende nuk është i palpueshëm si tumor. Ndoshta edhe me ultrazon nuk mund të identifikohet, se vetëm është si kalcifikate të cilat kanë filluar të akumulohen së bashku, apo të grumbullohen së bashku, edhe të marrin formën patologjike, edhe ende nuk kemi mas. Dhe ultrazoni nuk i njeh kalcifikatet. E meta ultrazonit është se nuk e identifikojnë kalcifikatet si patologjike. Më thënë se ato janë ashtë vogla timta, sa nuk japin një pamje dukshme, ndoshta na japin një hije, por nuk na japin një përshtypje që mund të ketë malign. Ndërsa shtrimi atyre në mamografi na ndihmon jashtëzakonisht, na ndihmon shumë për me vlerësu edhe me ditë a është tumor malign apo benin, apo janë kalcifikate patologjike me tendencë, apo janë benine me tendencë ka maligniteti, organizohen, grumbullohen dhe bazë shtrimjes, bazë të lokalizimit dihen se a është patologjike apo apo janë benine, se kalcifikate në indin e gjirit ka jashtëzakonisht ka të ndryshme, ka të varësisht për shembull nëna që kanë rritë fëmijë kanë pas inflamacione të gjirit, kanë kalcifikate të mureve të kanaleve të qumshtit, ka kalcifikate të indit diamor, ka kalcifikate të ndryshme, të gjakut të gjirit zakonisht kalcifikohen shumë shpesh. Domethënë, krejt këto janë kalcifikate benine, por organizimi, shtrimi atyre që përcjell kanalet e qumshtit, ato edhe ose lobulet, pjesa më distale, ato tregon për një organizim dhe dyshim të lartë apo grumbullimi i tyre. Për këtë arsye edhe ekziston ndarja në beninje dhe malignie e kalcifikateve. Doktoresh, kur është pyetjet e kancerit të gjirit, ndoshta ne që avim nga fusha e profesionit shëndetësor, fjalët që jemi punëtor shëndetësor, e kuptojmë, akceptojmë pak më ndryshe, por që është jo rrallë herë tani po fillohet bëhet një pyetje që sado që mundet me qenë pak e pa vend e krijon një farë bindje që mundet me ekzistu. A mund preken nga kanceri meshkujt, kanceri gjirit? Dhanat botërore, statistikat botërore tregojnë se rreth 1% e meshkujve ja takon edhe kanceri i gjirit. 1%. Domethënë derisa femrat janë çdo 8 femër mundet me ataku pi kanceri i gjirit, domethënë është 1% e mashtrave që mund me ataku. Përvojën time profesionale, ndoshta në periudhë bëjë gjatë kam spaku 6-7 meshkuj që janë diagnostikuar me kancer të gjirit. Qysh është vetëm prognoza varet me stadin të cilin diagnostikohet. Shumica kemi një, domethënë, gjetje të ndryshme, se ka shumë terapi, domethënë pacientët që merrin disa pi terapive të hipertensionit dhe disa pi terapive që përdoren te prostata e provokojnë aspektin hormonal dhe shkaktojnë ginekomasti. Ginekomastia është zhvillimi i indit gjinit me karakteristika të meshkujt me karakteristika femnore. Domethënë dhe rritet, zhvillohet bot tamam një strukturë ka indin gjendror, ka kanalet e qumshtit, ka të gjitha. Por është një gjetje benine. Ndërsa tek
raste tjera të maliniteti zakonisht është prek vetëm si masë e fortë e cila ka tërheq lëkurën edhe është ka kalu një stad pak më të avancuar për arsye se nuk e kanë pa të arsyeshme se gjithmonë është llogaritë që kanceri i gjirit i prek vetëm femrat, edhe për këtë arsye kanë ardhur stade më të vëndshme. Zakonisht cilat janë moshat që preken më shumë tek meshkujt? Meshkujt kryesisht moshës i kemi mbi 50 vjeçar. Mbi 50 vjeçar. Prek edhe mosha më të reja, por kryesisht kena pas në përvojën tonë kena mbi 50. Tek rezonanca magnetike e gjirit të thot, cilat janë avantazhet për dallim prej mamografit? Avantazhet e rezonanca e gjirit. Dhe më thonë, kur kemi këtë bëjmë shembull se mamografia ka metoda të ndryshme. Është mamografia ka evaluar në për etapa të ndryshme. Nga ajo analogo që ka qenë përpara me zhvillimin përmes filmave të cilat janë zhvilluar, deri tash që kemi që cilin edhe posedojmë në full field digital mamograf. Pastaj është pjesa 3D mamografia apo mamografia me tomosintezë, e cila bëhet kryesisht te femrat që kanë gjitë dens. Është edhe bota që ka filluar ta përdor këto 5 vjeçarin e fundit është mamografia me kontrast. Edhe jepet kontrasti që përdoret për ekzaminime me CT për arsye se dihet se mamografia, ekzaminimi me mamografi bëhet po ashtu me rrezë X dhe detekton kontrastin e CT-s një kur si me CT si me mamograf e detekton. Këto janë disa nuk përdor mbar bota, por janë disa vende të regjionit që kanë treguar një përvojë jashtëzakonisht mirë të përdorimit të mamografisë me kontrast, edhe diagnostikimit të rëndësisë diagnostikimit jashtëzakonisht hershëm. Ndërsa te rezonanca magnetike, gjithmonë kur kemi të lezione të dyshimta, lezione jashtëzakonisht vogla, cilat mamografia dhe ultrazoni ende na lënë me dyshimin se a do të shkojmë kamalin apo do të shkojmë te benigna, na tregon kontrastimi i rezonancës, do të thonë se gjithmonë kur kemi kalcifikate, por ende nuk kanë marrë formën patologjike, po kanë evoluar, do të thonë ashtu numri pe mamografi pe vitit kalon ke vitin arshëm ashtu numri. Neve na vjen edhe një dhënë e tjetër që ta vërtetojmë sakt a jemi të zhvilluar një proces apo nuk është, dhe në këtë rast më shumë të na ndihmon rezonanca magnetike, e cila tregon, domethënë gjithmonë te gjini nuk bëhet pa kontrast, kur nuk bëhet pa kontrast, e cila i ka sekuencat e veçanta të cilat përdoret para kontrastit dhe ekzaminimi dinamik, do më thonë që shfillot para kontrastit deri te periudhën e minutat të ndryshme, qysh absorbën se dihet se me një periudhë kohore sa merr kontrast, cilat janë malinjet e benigne qysh e marrin kontrastin dhe kanë kurbat e caktuara të cilat tregojnë se si kontrastohet. Apo mbas formës në cilën shifet, domethënë merr shpejt, eliminon shpejt. Domethënë janë shumë sene të cilat na ndihmojnë jashtëzakonisht shumë të lezionet të cilat mamografia dhe ultrazoni nuk janë shumë të nuk janë sensitivitet të lartë. Çfarë është me rëndësi rezonanca magnetike? Është për pacientët zakonisht edhe këshilla jeme dhe konsulta jeme vazhdimisht për kirurgat torakal është para një intervenimi operativ. Një grua që është diagnostikuar me kancer të gjirit, të bëhet një MRI e gjive, apo një rezonancë magnetike e gjive. Për arsye se te rastet sidomos te forma lobulare, se ka forma të ndryshme të kancerit të gjirit, forma lobulare ose mikse në cila është edhe invazive dhe lobulare, mundësia me qenë e shpërndarje multifokal, multicentrik me një gjë apo me kon bilaterale është shumë e madhe. Edhe para se të vendoset për planifikim operativ, gjithmonë bëhet një rezonancë magnetike, përjashtohet mundësia e gjirit tjetër, përjashtohet mundësia e pamjes tjetër mënyrë që të planifikohet, do të shkojnë me një reseksion, domethënë me një kvadratektomi apo do të shkojnë me reseksion plot gjirit. A janë përfshirë gjandrat limfatike apo nuk janë përfshirë gjandrat limfatike të thella, të cilat ndoshta nuk mbrinë të detektojmë edhe me aparatura të tjera. Para se të kalojmë tek roli i mamografit mobil, atëherë shkojmë në blok marketingu të nderuar shikues dhe të kthehemi sërish në studio. Ndruam që në ditët e para. Gur mbi gur, ju dham jetë ndërtimeve më meritore. Kudo që hapim themele, e dim, nesër do t'jetë qendra. Duke investuar në cilësinë e jetës, në hapësira të përbashkëta. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Çmimet në tokë, shpërblimet në qiell në Emona Center. Vaj 850 ml 1.25, vaj ulliri 5.99, sheqer 5 kg 3.65, qumsh 1 litër 0.69 cent,
Djath i bardh 800 gram 3,89, file pule 2 kg 6,99, pul në pjatë kilogrami 3,79, menër allerlaj 500 gram 2,69, biskotela 300 gram 0,79 cent, Vipo Maxi 115 gram 0,89 cent, qaj i zi 20 gram 0,79 cent, lëngje 2 letrësh 1,09, detergjent rrobash 9 kg 14,49, detergjent rrobash Perwall 7,45, letër toaleti 2,99. Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët. Laboratori HomeLab Plus ofron shërbime diagnostike dhe laboratorike të gjitha analizave të organizmit tonë, nga hematologjia, biokimia, imunologjia dhe markerët. Laboratori HomeLab Plus ofron të gjitha shërbimet mikrobiologjike të punuara me precizitet dhe korrektësi. HomeLab Plus është vendi punës, profesionalizmit dhe korrektësisë, i pari që ka ofruar shërbimin mobil laboratorik dhe vazhdon të ofrojë me përgjegjësi të plotë. Bashkëpunimi me laboratorët e njohura turke e bën laboratorin HomeLab Plus të jetë akoma më i suksesshëm. A dëshiron të mos zhgënjehesh, je principiell dhe don korrektësinë, je lodhur nga ata që i neglizhojnë problemet e tua shëndetësore, jepi fund më dyshjes, sepse HomeLab Plus ofron profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Kthehemi sërish në studio me sponsorët tanë të cilët na shoqërojnë gjatë gjithë emisionit. HomeLab Plus është laboratori mikrobiologjik, hematologjik dhe biokimik i cili funksionon me 2 pikat e saj në Prishtinë. Moto e këtij laboratori është profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Njërisi nga laboratori HomeLab Plus për nder të muajit të ndërgjegjësimit ndaj luftës së kancerit të gjirit është në zbritje për pacientët e prekur nga kanceri 30-40%. Andaj mos hezitoni në zbulimin e hershëm të smundjes së kancerit të gjirit. Emona Center është rrjeti i supermarketeve në Kosovë i cili është dekoruar 3 herë radhazi për çmime dhe njëkohësisht në raftet e saj nuk mban pije alkoolike. Meka Halal Food, njëra ndër kompanitë më të mëdha në botën shqiptare për produktet halal dhe po ashtu e certifikuar nga Bashkia Islame. Si dhe Cima Construction është një kompani e themeluar në vitin 2019 e cila me një staf profesional ju ofron rahati në shtëpitë tuaja me apartamentet të cilat bën ndërtimin e tyre në anën banë Kosovës. Kthehemi sërish me mosafirin tonë në studio. Doktoresh, pas marketingut u kthyem sërish me pyetjet në lidhje me tetorin, muajin e ndërgjegjësimit ndaj luftës së kancerit të gjirit. Doktoresh, këto ditë vrehet më shumë qarkullime edhe pse edhe gjatë muajve të tjerë e përmendet edhe vetë është aktiv kë, por që gjatë muajit tetor është disi më i fokusuar edhe në komuna të tjera mamografi mobil. Sa mamograf mobil ekzistojnë aktualisht me të cilët funksionon jo? Edhe ai mjafton? Mamograf, kryesisht klinika, qendrën klinike si nivel terciar, domethënë kemi mamograf statik. E kemi mamografin statik që është full field digital, ndërsa mamografi mobil kryesisht është pronë klinikës radiologjisë qendrën klinike universitare, që nga viti 2014, e cila ka qenë domethënë interesim dhe gjithmonë grave deputet që kanë vendosur që ta kenë një mamograf në mënyrë që të rriten sensibilizimi i femrave anën banë Kosovës. Ka ekzistuar për një periudhë 4-5 vjeçare që është bërë screening i vrashë, që quajmë në klinikën e radiologjisë, në të cilën kemi shkuar në komuna të ndryshme ndërsa edhe me muaj, kemi qëndruar ndoshta edhe me muaj, ndërsa organizimi i grave është bërë nga qendrat e mjekësisë familjare nga niveli komunal. Dhe gjitha, domethënë bazë aty është caktuar numri i femrave që të ekzaminohen brenda ditës dhe mjeku ka qenë tekniku i radiologjisë, edhe gjithë janë kryer ekzaminimet anën banë Kosovës.
Kjo ka tregu një ngritje, rritje të vetëdijsimit në një shkallë të caktuar, në periudhë të caktuar kohore. Por them drejtën, unë them më shumë edhe përsëriti vazhdimisht më shumë është ngrit niveli qeveritari i shtetit, për arsye se ka pajisur me aparatet e mamografisë, ndoshta përqindjen më të madhe të qendrave mjekësisë familjare apo të qytetet të cilat kanë vetëm qendra mjekësisë familjare, ndërsa të spitalet regionale janë spitalet regionale që kanë mamograf apo kombinohen edhe të dyja. Dikush ka njërin mamograf ose qendra mjekësisë familjare ose spitali regional dhe të tjerat kanë, domethënë, ose të dyat ose vetëm njëra prej tyre ka mamografin. Kryesisht çdo vit vazhdimsi është duke u pajisur secili qytet me mamograf dhe domethënë është përqindja më e madhe dhe nevoja është zvogëlohet nevoja për mamograf për mobil për qytete të tjera. Pse? Kur do të ketë nevojë për mamograf mobil të ri, domethënë nëse një vit të ardhme që shpresojmë shumë shpejt jetë për arsye se në udhëzimin e fundit të administrativit i cili është punuar për screeningun nacional luftës kundër kancerit të gjit, i cili ka kaluar sipas njoftimit nga kryetari i grupit punues që kemi qenë doktor Iliri, që ka kaluar 3 etapat e parë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe besoj se shumë shpejt do të aprovohet në të anësi. Atëherë nëse do të fillojmë një screening nacional është nivel shtetënor. Edhe atë secilës prej femrave që është nga dhënat që merren nga dhënat e Institutit Statistikave të Kosovës, mbi moshën si grupi i cakut do të merret grupi 45-55 për fillim dhe pastaj do të vazhdohet me pacientët, domethënë si grupi parë që testohet së pari ky grup i moshave sepse ky grup llogaritet si femra që janë më të atakuar në kancerit të gjirit. S'do të thotë që ne kemi mosha më të reja, kemi mosha më djetra, por bazë statistikave tona, statistikave evropiane, botërore është grupi 45-55 janë më të atakuar për kancerit të gjirit. Do shta është statistika se edhe grup moshe i taku, por në përgjithësi ende mbizotron numri 45-55 i grup moshave. Nëse do të fillon një screening nacional, atëherë do të shkon, normal që do të ketë nevoja për më shumë mamograf, ndoshta do të ketë në pikat më të largëta të qyteteve, të fshatrave do duhet të shkon, domethënë mamografi, në mënyrë që të bëhen ekzaminohen edhe në pikën më të largët të fshatrat më të largëta të Kosovës, vendet më rurale. Ruralet më periferike, të cilat ndoshta edhe kanë më të vështirë, ndoshta nuk kanë një vetëdijsim të saktë, mungon vetëdijsimi i saktë se si duhet të shkon a duhet shkon te mjeku apo nuk duhet shkon te mjeku, për arsye se shumica e femrave tona derisa nuk kanë simptoma nuk shkojnë asnjëherë te mjeku, sidomos moshat më të shtyra nuk shkojnë te mjeku për arsye se thotë që mu nuk po mdhem dhe nuk kam arsye pse më shku me bën incizim gjive derisa nuk kam kurrë shenja që kam pas diçka. Ne kemi edhe pacientë të cilat kanë stadë jashtëzakonisht avancuar të mosha më të shtyne, edhe pyetja parë që bëhet pse që sa e vren, asnjëherë nuk kemi një përgjigje që unë e vrej, ndoshta disa pyetje thonë jo 2-3 muaj, rralla ato që tregojnë thonë është e kam 3-4 vite, po ndërsa mus më jep këtë dhimbje unë nuk kam pa të arsyeshme që duam më shku te mjeku. Domethënë kjo është arsyeja pse duhet një vetëdijsim hala më i madh i femrave tona, sepse femra duhet të shkojë të bëjë një mamografi pa asnjë simptom. Kjo është qëllimi i mamografisë. Domethënë derisa s'ka ende simptoma, derisa ende s'ka kurrë klinike, nuk palpon asgjë në gjirin e saj, shkon të bën mamografi. Tash mamografia detekton kancerin e gjirit në stadet në të cilat është i paprekshëm dhe nuk ka simptome. Doktoresh, tek shenjat që i vrej një radiolog, cilat janë shenjat radiologjike që e bëjnë me dyshu një radiolog i cili merret me një radiografi pavarësisht çfarë do të qoftë ajo që me dyshu që është kanceri i gjirit? Nëse një femër ankohet, ka shumë shenja, më thonë. Nëse një femër ankohet se prek diçka të gjirit, ka tërheqje të mamillës brenda, që nuk e ka pas përpara, se ka femra që kanë të vazhdueshme dhe ajo nuk është kurrë shenje klinike. Nëse ndodh, do të thonë ka kriju një formë gungës gjiri, po prek diçka që nuk e ka prek përpara. Qëllimi këto janë gjërat, do të thonë, një femër duhet të bëjë palpimin të kalet e një pjesit, do të thonë palpimin e gjirit çdo muaj. T'ja do një ditë të mujt, 10 ditëshin e parë të mujt, do të thonë, 10 ditëshin të mujt e femrat llogaritet periudha e ciklit. Kur fillon, do të thonë 10 ditëshin e parë të ciklit, një ditë t'ja ndoj vetes së saj, të palpon gjirin, ta mëson me njoft trupin e saj. Kur e mëson me njoft trupin e saj dhe palpimi më i vogël dhe ndryshimi më i vogël në gjit do të vrehet. Pastaj janë sekrecionet e gjirit, shenja tjera që janë është sekrecioni nga gjiri, po jo sekrecionet me ngjyrë të verdhë apo ngjyrë të bardhë, ngjyrë qumshtit. Gjithmonë do të ketë parasysh se nëse ka sekrecion me ngjyrë të errët,
ngjyra kafe apo ngjyra kuqe, ato duhet jenë patjetër që duhet jesh janë shumë më shqetësuese, ndoshta nuk do të ketë, ndoshta mund të që është në një infeksion kronik që ka kalon oksigjen që nuk është trajtuar dhe ka ardhur te kjo gjendje. Por kur kemi një rast tillë që ka shenja simptome që më thon sekrecon me gjak, atë gjithsesi duhet shkon te mjeku të bëni kontroll, nëse është mbi 40, bën mamografi, nëse është nën 40, bëni ultrazon dhe pastaj mbas gjetje mjeku vendos a do t'i bën mamografi apo nuk do t'i bën mamografi. Dhe këtu ka edhe shumë e tjerë, është një metodë tjetër diagnostike, është edhe galaktografia, që rrihet kontrasti përmes kanaleve të qumshit dhe vërtetohet procesi nëse është brenda në kanalin qumshtor. Edhe do më thonë, për cilat pajisje e bën edhe qendra klinike, procedurë të cilën e bën edhe qendra klinike universitare këtu brenda në QKK, më thonë, këtë qëllimi i pacientit të na, më thonë, nëse vren simptomin më të vogël gjithmonë duhet të shkojmë, për qëllimi jonë për fillimit punës me mamograf ka qenë të bëjmë të arrim të pika që është one day clinic quhet, dhe më thonë, nëse një pacient kemi gjetje të dyshemt. Mrena ditës si bot, dhe më thonë, është bo mamografia, plotësohet me ultrazon, edhe brenda 24 orëve, s'pako 24 orë të botë edhe biopsia dhe deli plotësuar nga klinika radiologjisë. Doktoresh, kur po flasmi për smundjen e kancerit të xhirit, a bën kjo që ndoshta të kalume në rastet kanë në farforme kanë vdek njerëz dhe nuk e kanë kuptuar se ka qenë i prekur nga kanceri i xhirit, a bën kjo që vetësimi ka mungu apo puna më e madhe që është bërë për profesionistë shëndetësor në këtë rast, që kjo kampanja e këtij muaji? Shumë korrekte, pyetje shumë e vën. Çështja është pacientët tonë kanë vdekur për kancerin e xhirit edhe nuk e kanë ditë çka kanë. Vetëm në sen që mund të mendoj që ndoshta mosha shumë të re jemi kon kur kem dëgjuar, dhe që ka vdek, po kur kush nuk e ka ditë, po ju kish pa prish xhiu. Xhiri ju kish prish. Domethënë kjo gjetje për kancerin e xhirit, cili ka kaluar në stadet më të avancuara, mas e ka infiltruar dhe kretor o shpërndan kretor organet truporit njeriu, që ekzistojnë të ditë kanceri i xhirit prek mushkrit, prek mëlçin dhe prek kockat. Në raste më të vonshme di me jap edhe ndryshime edhe të truni, por kryesisht pikën kyçe ka mëlçin edhe kockat. Atëherë, doktoresh, me qenë se dhe emisionit për i vje fundi, kjo emision zakonisht mbart vetë edhe një këshill për shikuesit tonë, me qenë se jemi në këtë muaj të ndërgjegjësimit kundër smundjes kancerit të xhirit, një këshill për shikuesit. Kështu, këshillat më e mirë dhe gjithmonë që është e nevojshme është çdo femër e cila bën 40 vjet. Dhuratën e parë që do t'ja bën vetit, t'ja bën një mamografi. Nëse asnjëherë s'ka bërë, t'ja bën një mamografi vetes, për arsye se ka raste që ndodh me bë për shkak të ndryshimit që ka pas më por mamografia por do të jetë dhurata e parë që i bëhet në këtë mënyrë ti vetes tënde i ndihmon për një jetë më të mirë, sepse diagnostikimi i kancerit në stadiet e hershme, derisa është i dukshëm me mamografi dhe nuk është i dukshëm me metoda të tjera, është si ta kalosh një smundje thjesht kur një grip thjesht edhe e kalon bëhet intervenimi operativ të rriqet edhe absolutisht nuk ka nevojë për kurfar trajtime më të tjeshëm dhe shkallën mbijetese ka jashtëzakonisht madhe dhe është ndoshta më përpara do të zgjat për ndonjë smundje këtë tjetër se sa do të zgjat për kancerin e xhirit. Qëllimi kryesor është kushtoja vetes 5 minuta një herë në muaj me bëni kontroll të trupit tanë. Kështu në këtë mënyrë mësohesh me njoft trupin tanë, mësohesh me vërtetu çdo ndryshim që mund të mosh faqeri, e sidomos në këtë rast kanceri i xhirit apo struktura e xhirit, përgjithësi që duhet me pa, përgjithësi duhet të jenë vetëdijshëm edhe shko te mjeku, pavarësisht se s'ke bë mamografi, pavarësisht moshës 40 deri në 70 ose mbi 70 që ka, lutem mamografia ndihmon të diagnostikosh jashtëzakonisht herët, edhe shumë metodë efikase. Ajo që duhet të cekë edhe një gjë tjetër. Pse disa hezitojnë ta bëjnë mamografinë është jo dhem. Nëse dhem është bëhet me kompresionet, gjithë e din, por është një periudhë që zgjat 10 sekonda. Një ekzaminim zgjat 10 sekonda. Edhe nëse femrat që janë moshës fertile, zakonisht duhet ta bëjnë ta zgjedhin 10 ditën e parë të ciklit që ta bëjnë mamografi. Kur zgjedh 10 ditën e parë, atë dhimbja do të jetë përgjithësisht më e vogël. Edhe këshilla tjetër është edhe për një grup mjekëve klinicist, mamografia, rezonanca magnetike nuk e zaventson mamografinë. Se cila ka rëndësinë e vetë dhe me specifitetin e vetë për diagnostikimin e smundjeve të xhirit. Më thonë, mamografia detekton stad hershëm. Duhet pas parasysh se rezonanca si ekzaminim zgjat, jashtëzakonisht zgjat, ka 20 deri 25 minuta ka ekzaminim. Mamografia kushton 5 minuta kohë. Edhe diagnostikimin stad hershëm është shpëtim i jetës. Duke uruar që të kemi raste sa më pak, duke shpresuar që të vijë sa më shumë koha që të vetësohen në
marrjen e informacionet më të hershme rreth problemet që mund të paraqiten tek gratë tona, nënat tona, motrat tona. Shpresojmë që ne të takohemi në emisione të tjera, por me ndonjë risi në lidhje me radiologjinë. Faleminderit shumë. Nësi që ishëm sot në emision. Nësi të jemi juve. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, me ne sot ishte doktoresha Shkëndije Nuza, specialiste e radiologjisë dhe njëkohësisht drejtoresh në klinikën e radiologjisë. Diskutuam në lidhje me metodat radiologjike në luftën kundër kancerit të gjirit, e cila organizohet nga Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me institucionet primare, sekondare dhe terciare të vendit në luftën dhe ndërgjegjësimin kundër smundjes së kancerit të gjirit. Deri në emisionin e ardhshëm, që besoj do të jetë ndonjë temë e caktuar në lidhje me luftën kundër kancerit të gjirit, shikim të këndshëm.